Kryetari i komunës së Prizrenit Shaqir Totaj me stafin e tij dhe drejtori i shoqatës Jetimat e Ballkanit Halil Kastrati me bashkëpunëtor kuvendar të kuvendit sot solemnisht vendosën kur themelin e kuzhinës popullore si dhe disa evente tjera ku do të ketë bujtin studentësh, amfiteatër e hapësira të tjera përcjellëse në parcelën përballë qendrës sportive Sezai Surroi në lagjën Bashterhane. Me këtë rast kryetari i komunës tha se pas të gjitha procedurave të rregulluara që kemi mundësuar që kjo parcel të jepet shoqatës tashmë me renome Jetimat e Ballkanit dhe udhëheqësit të saj Halil Kastrati. Sot po e nisim këtë bashkëpunim për të vazhduar edhe me shumë projekte të tjera, tha ai. Po shikoni, sot është një ditë e veçantë, kisha me thonë, edhe pas një pune përgatitore në një afat më gjatë pak kohor, ma në fund kemi arritë të rregullojmë gjitha parakushtet edhe sot e fillu në bashkëpunim me shoqatën Jetimat e Ballkanit. Fillum vendosjen e kur themelit të një objekti, kisha me thonë multidimensional, mirë po që prioritet absolut e ka çështjen e kuzhinës popullore edhe çështjen e përgatijes ushqimit për ata të cilët më shumë të kanë nevojë, nuk kanë mundësi. Mirë po gjithsesi ky objekt do të ketë edhe komponente tjera dhe do të plotësojë edhe nevoja tjera. Është për të vlerësuar gatishmëria shoqatës Jetimat e Ballkanit edhe zotit Halil Kastrati, edhe vullneti i tyre i vazhdueshëm që më dhonë një kontribut veçantë, sidomos për komunën e Prizrenit, edhe normal aty ku bashkohen forcat, qëllimi është i mirë, objektivi është i mirë, zakonisht rezulton me realizim të projektit, edhe unë jam shumë i sigurt që ku të përfundon ky projekt do të jetë një aset dhe do të jetë një vlerë e shtuar për komplet qytetin e Prizrenit, edhe du me falenderoj zotin Kastrati për bashkëpunimin edhe për vullnetin e mirë që e ka tregu. Ky le të themi se është një projekt i madh fillestar, po bashkëpunimi ynë do të vazhdon, sepse kemi akoma projekte tjera, akoma për të adresuar sfida edhe nevojat e qytetarëve të cilët për shkak të pamundësive të veta presin ndoshta nga një shoqat tashmë me reputacion Jetimat e Ballkanit. Prandaj jam shumë mirënjohës, jam falenderos edhe vazhdojmë. Në fakt sot po fillojmë, po vazhdojmë me një bashkëpunim shumë dimensional edhe për në Halil Kastrati, që njëherët është edhe qytetar nderi i Prizrenit, tha se shoqata ka nisë veprimtarinë pikërisht këtu në Prizren dhe dua ta falenderoj kryetarin Totaj për mundësinë e lejimit të kësaj parcele që këtu të ngrisim gjalltorën popullore si dhe shumë hapësira të tjera humanitare. Kjo do të kap vlerën prej 3 milion euro, tha ai. Kemi prit 8 vite ditën e sodit, duke pas parasysh se Jetimat e Ballkanit startin e ka pas këtu në Prizren. Unë falenderoj shumë kryetarin Totaj, i cili ka shpreh gatishmërinë dhe ka lehtësuar procedurat për dhënien shfrytëzim kësaj parcele. Sot neve vum gur themelin e një projekti që është mbi 3 milion euro, që do të shërben për shumë familje nevojtare, për shumë të moshuar si dhe për student. Në këtë projekt ka dhe bujtin për studente, amfiteatr, do të jetë në shërbim të qytetarëve të Prizrenit. Edhe një herë faleminderit kryetarit, komunës, gjithë atyre që u bën shkaktar dhe na mundësuan për vendin e këtij gur themeli sot realizimin e këtij projekti. Kurse ai me këtë rast tha se në bashkëpunim me komunën do të ndërtojmë edhe 40 shtëpi për nevojtare dhe kështu bashkëpunim do të ketë në vazhdimsi, tha Kastrati. Shumë shpejt kemi edhe në nënshkrim tjetër një marrëveshje rreth 40 shtëpi të reja për familjet nevojtare në qytetin e Prizrenit. Kjo hapësirë tha se do të ketë edhe bujtina për studentët dhe veprimtaritë të tjera humanitare.